propozoj për ajo themelimin e një mekanizmi të fuqishëm dhe strategjik brenda zyrës së kryeministrit, zyrën për ekspertizë, zbatim dhe mbikëqyrje strategjike. Kjo zyrë nuk është një strukturë formale, por një instrument me kapacitet drejt për të garantuar që prioritetet e qeverisë të mos mbeten në letër, por të përkthehen në rezultate konkrete. Ajo do të angazhojë ekspertizë të nivelit të lartë për nevojat e gjitha dikastereve, duke siguruar që çdo projekt dhe program i planit punës së qeverisë zbatohet me efikasitet, ritëm dhe standard profesional. Për herë të parë përmes kësaj zyrje të paraparë me rregullorin e punës së qeverisë, krijohet një qendër specializuar për mbikëqyrjen sistematike të projekteve kapitale, për monitorimin e kontratave të nënshkruara dhe për identifikimin në kohë reale të pengesave në zbatim. Kjo do të thotë më pak vonesa, më shumë bashkërendim ndërinstitucional dhe një disiplinë e re në realizimin e investimeve publike. Zyra do t'i ofrojë kryeministrit dhe mbar qeverisë rekomandime drejt për drejta për masa konkrete, duke shndruar procesin e zbatimit në një proces të kontrolluar, të matur dhe të orientuar drejt performancës. Zyra do të rrisë llogaridhënien, do të forcojë koordinimin mes ministrive dhe do të sigurojë që çdo euro e buxhetit të shndrohet në ndikim real për qytetarët. Me këtë vendim qeveria po vendos një standard të ri të zbatimit, një standard që do të matet me rezultate konkrete në terren dhe me përmbushje të plotë të zotimeve qeveritare. Zyra do të udhëheqet nga i autorizuari apo i autorizuari i kryeministrit.